Ka përfunduar rikonstruksioni i rrugës e cila lidh fshatrat Polene e Dërsnik në bashkinë e Korçës. Me një gjatësi prej 6,4 km, kjo rrugë prej vitesh ishte kthyer në shqetësim për të gjithë banorët. Një investim i Bashkisë Korçë në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit sot ka marrë një pamje të re. Kryebashkiaku i Korçës, Sotiraq Filo, gjatë inspektimit të punimeve është shprehur se tashmë kjo rrugë do t'i vijë në ndihmë të gjithë banorëve, sidomos për tregëtimin e prodhimeve bujqësore. Është projekti më i madh i infrastrukturës i Bashkisë Korçës për këtë vit. Ka qenë një kërkesë e vazhdueshme në fakt e banorëve të Dërsnikut që ky projekt të realizojë. Është një segment i cili patjetër lehtëson jo vetëm kalimin e banorëve për qëllimet e tyre individuale në këtë rrugë, por edhe lehtëson edhe transportin e prodhimeve bujqësore të dy fshatrave, edhe të Polenës, edhe të Dërsnikut. Jam shumë i kënaqur që kemi mundur ta realizojmë këtë projekt. Për banorët e fshatit Dërsnik, ky është investimi më i mirë që është bërë ndonjëherë sepse sjell shumë lehtësi për ta. Tash siç e shikoni ju, kjo i dha një ndihmë të madhe do t'i jap komunitetit të fshatit ton, se këtu mbillen shumë gjëra kështu, patate, perime, gjëra, edhe shoferat këtu tash nuk kanë problem, se kishin probleme. Edhe rruga është bërë me një cilësi të lartër. Shumë faleminderit nga ana e bashkisë. Sipas Filos, këto punime janë të një cilësie shumë të lartë dhe do të vijohet të ndërhyet edhe në akse të tjera rrugore.